Bismillahirrahmanirrahim. Ajeti vijus është kështu: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Thot ne dërguam tek ju një pejgamber dëshmitar mbi juve. Ashtu sysh patëm dërgu më herët tek Firauni një pejgamber. Është për qëllim Musa alayhis salam. Vetëm ta jap meditimin që e kam shkruar e do mundohem pastaj ta elaboroj shkurtimisht. Pra, kur thot inna, edhe ka orë me zatim, inna, na kështu me përkthy bukfalisht, ose me shqipru kështu bukfalisht, kështu thjesht i vjen ne me të vërtet të mom kemi dërgu, po pse ka pru inna arsalna ilaykum përveç asaj anës që dy folet me qenë në relacion në pajtueshmëri ndër me veti, sikur i bjen na moti domon e kemi dërgu këtë pejgamber tek ju. Edhe Allahu bot shahidun aleikum, dëshmitar mbi juve. Pra ju këtë pejgamber e mohoni veç pe arrogancës. Ju e njihni mirë, ajo është nga mesi ju. Edhe nëse nuk e harroni tek surja Saf kemi thonë kur i thot Musa alayhis salam qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum i bija edhe kjo. Ju më njihni mirë, unë jam nga mesi ju. Pra Zoti i madhruar nuk ka dërgu pejgamber të huajnë kuptimin që ai s'ka qenë nga mesi tyre, s'ka jetu me ata, sa ka shëllëzër është përzim ata, ka bot tregtim ata, ka flajt me ata, ka hongër me ata, e njohin mirë, ja njohin cilësit. Edhe Allahu sikur po i thot na moti domon e kemi dërgu këtë njeri te kjo. Ky është nga mesi ju. Nuk është i huaj. Nuk është emigrant. E ke pas sikur se sot nganjëherë na ndodh tek ato shtetet tona na kemi njerëz zot nga gjaku ynë, nga dheu ynë, nga velindja ynë. Ndoshta është bile nga familje të dëshmorëve, është patriot, na vihet dikush i huaj, emigrant. Një njeri që se lidh asgjë as me tokën, as me dheun, as me ndjenjat tona. Ato ambasada për shembull kur i bën ato vendimet, kur e krasojnë kryeministrin, jo kështu krasnim verbal, po ndër tjera është ndër rreshta i bie, nëse se bën për ty është kjo ajo. Pra t'ja pret që ajo për shembull, ajo ambasadë ose ai ambasador të del në krah ty e ta ndjej dhimbjen para dhe mjasharin sikur se ti asnjëherë. Ta doj flamurin në kuptimin sepse shtetin, sepse republikën, sepse kombin, sepse gjenezën, sepse mbrojtjen nga asimilimi. Tjetë e njëjta ndjenjë, e njëjta qasje e atij sikurse e jotja. Tjetë e njëjta qasje nga ai sepse ai paguhet me rrogë, është rrogtar, por ti mbrojt interesat e një shteti tjetër, e një ideologjie tjetër sikurse ti, i cili e zgjedhur nga populli. Inna arsalna ilaykum rasula. Domon ju mirë e njehni. Ai moti është atu me juve. Pra si ka mundësi të jeni kaq arrogant e kaq kryneq. I po mbi gjitha ball të arsyeve pse ata e sulmonin, dhe luftonin pejgamberin alayhis salam ishte sepse ai u acënonte interesat personale, kapitalin. Kama arsalna, çështo njëri sikurse te ju, pra sikurse te ju një njeri me stu tipore, me stu parime, edhe tek Firauni kemi dërgu. Musa alayhis salam, domon kryefjalë të pikëvështrimit të tij, edhe profetik, edhe ideologjik, edhe politik, edhe njerëzore ka pas lirin, dinitetin. Istud'ifu fil ard. Si ka mundësi i ke bë këta njerëz, i ke lënë këta njerëz pa njerëzillok, i ke lënë pa ndjenja, i ke bë njerëz kafsh. Sa që thuan transmetime vëllazër se domon këta Ben Israel që kanë qenë prej popullit Musa alayhis salam, Firauni domon ka pas dhoma të veçanta që i ka lidh ata, sikur se sot që i kanë këta zullumçart, ta prerësit me qirata arabëve, cilët i vendosin po në njëjtën mënyrë sikur se Firauni kundërshtarët e tyre politik. Edhe thuhet që në momentin kur në njëri prej atyre domon ju ka dashur e ka nxjerr ja kryo ato punë të arave ose punë të shërbimit edhe e ka kthyer në mënyrë. Bile nëse e meditoni surën Naziat,
Allah thot fahashara fanada. Edhe si i bie o vëllazër fahashara fanada, i kam lënë sikur kafsh, sikur lopt. As e kanë mendu veten pa njerëzillok, as e kanë mendu veten se s'kan vlerë, s'kan peshë, edhe asnjëherë nuk do ju vije dita e koha me fol lirë, me u shpreh lirë. Edhe fanada i bjen sikur se më falin shprehje, po me kuptua çfarë do më thon, sikur se më thon o ju lop, o ju kafsh. Fanada ç'ke bie. Po pse do më asocon kjo folje këtë kuptim faqala ana rabbukum al-a'la. Edhe masi që i thiri këtë njërë dëmanë në qmuse, për qmuse, ju nërëzora, o ju kafsh, o ju lop, që i tha, o një maj zotë juaj, maj lartë. Po dhe mënyra e artikulimit është gabim. Faqala ana rabbukum al-a'la. A kuptoni se sa poshtë kanë qenë ata? E Allah, sigur se po i thëtë në korejshve, një njëri si që keni ju, me shumë tipare, që ashtu edhe të këfiraun e kina dërgu. Ka qenë njëri, zot, njëri me vullnet, me menim mire, me dashni për vendin e kombin e popullin e vet, cili ka qenë i shtypur. Kur që s'ka dash më shumë, vetëm me nxirr për robërie. E unë thash kështu, baja që punë e madhe është kjo. Pra kur futet Firauni në mes, domthon krimi i tij i përshkon ata kryenest. Ajo është baba kulmi, ha. Momenti që shkon një kriminal Firauni ato prim. Pra o ju Kurejsh, sikur te ju edhe tek ai Firauni kemi dërguar pejgamber. Mirë po atë kemi marrë me një dënim të rrëmbyshëm. Pra momenti kur është fut atje në deti, si ja ka marrë mendja që ashtu do i vije fundi. Mirë po nëse ju shpëtoni nga dënimi kësaj bote për shkak të Muhamedit alayhis salam, si do të jetë shpëtimi nesër për Zotit botrave. Pra po, ju nuk do të dënoni këtë botë që është dënuaj, nuk do të keni një afat të caktuar që ka pasaj, për shkak se Zoti e ka garantuar pejgamberin alayhis salam për këtë gjë, mirë po si do jetë halli ju ditën kur deli për Allahut më ndum. Kjo arrogancë, e kjo mendimallësi, e këto shpifje, e këto plane, e kështu me radhë. Si do jetë përfundimi i tyre në ditën kur deli për Allahut më ndum. Pra inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Ama si dëshmitar që ashtu korrekt, e të përpikt, që e keni post në këtë botë do ta keni edhe atje. Ai do të dëshmoj kundër ju. E ke pa për shembull kur thirret për gjykate, ata dëshmitarët, e ke pa kodë dëshmitarë janë shumë kështu drejt, janë të përpikt, nuk e lën as ç's fjale. E ke pa se si merret edhe se si ka pesh për me gjyku, me dënu, me ja vazhdu paraburgimin, ose me e liru nga paraburgimi, nga burgu, ose nga gjitha akuzat, nga gjitha përdikjet, një dëshmitar, shahidun aleikum. Edhe ka pu shahidun aleikum, sepse mbi gjitha nuk është shumë më rëndësi dëshmia e tij në kuptimin kështu verbal, sepse është Allah i manduar i cili u përcjell veprimet e kështu me radhë. Herën tjetër me lenin Allah i manduar me meditime të reja rreth librit të Zotit, gjithmonë në sofën e Kur'anit. Zoti ju rujt, i dha gjitha të mirat e faleminderit shumë.